Kur ishe në Universitetin e Arteve, juve bërin dhe film atje, apo keni bërë aktrim dhe teatr? Jo, unë kam qenë vetëm te filmi dhe çdo... Jo, se kujtoj që në kohën... Kanë qenë të bashkuar, po. Në kohën tonë s'kishte film, kishte vetëm teatr. Sa pa mend unë, ndoshta mund ta kem jo shumë të saktë informacionin, por është hapur diku rreth 2008-s, ndoshta viti i parë që filmi ka ardhur më vonë. Ndoshta kur kam shkuar unë në 2012-ën ka qenë ndar dhe ne bënim vetëm film dhe domethënë për çdo semestër siç janë provimet e sezonit ne kishim me tematika të ndryshme, ose etyd, ose portret, ose dokumentar, gjëra të tilla. Me kë ke studiuar film? Unë profesor gjatë bachelorit kam pasur Kristaq Mitron dhe Artan Minarollin dhe më pas në master me Vlan Shanajn. Por përpara se të futesha në shkollë, jam përgatitur me Gjergj Gjivanin, që ka qenë një histori shumë e bukur që edhe babi atëherë më ka kritikuar, sepse unë gjithmonë kam dashur që marrëdhëniet i krijoj si fillim vetëm unë si Evi dhe më pas mund të futej dhe njohja që mund të kishim për babain tim. Dhe më mend atë verë, sapo kisha mbaruar maturën dhe shkoj në jug me shoqërinë dhe shoh Gjergjin, por në atë kohë nuk e dija fare se si ishte konkursi për të pranuar në akademi, pra nuk e dija se çfarë ata kërkonin. Dhe po ndërkohë bërë gjimnazin. Po, te Petronini. Nuk kam qenë në lice ose në shkollë tjetër profesionale. Si gjë mësime? Atëherë, unë kam qenë shumë mirë të shoqëroret, ama të shkencoret nuk kam qenë fare mirë dhe nuk i doja hiç. Nuk i kuptoja, nuk i doja. Problem artistësh kjo. Me një rrugën e drejtë. Për të kuptuar, mund i kuptoje, po ti doje, po nga që si doje, s'doja as ti kuptoje. Të dyja bashkë, as i doja, as doja ti kuptoja. Dhe aty takoj Gjergjin dhe i them, unë ju ndjek si artist, kam parë çdo punë që ju bëni dhe thjesht doja ndihmën tuaj vetëm për të më thënë çfarë ndodh te konkursi, që ta di si të përgatitem. Dhe ai e mori me shumë qejf këtë gjë që unë shkova e pyeta, domethënë pa pasur frikë apo diçka dhe mbaj mend çdo ditë aty në plazh kafen e pasdites se pinim bashkë dhe më tregonte që duhet të kesh kujdes këtë apo atë këtë. Dhe kur arrita që fitova konkursin, atëherë më merr telefon dhe tha, po ti si s'më thën asnjë moment, domethënë për babain tënd se unë kam dhe mik, domethënë ishte shumë gjë e bukur sepse arritem me krijuam historinë miqësinë vet bashkë si fillim. Pastaj akademia ka qenë, unë kam shijuar sepse kam pas profesor shumë të mirë dhe të fortë që vinin nga një background, ata kishin jetuar dhe përjetuar kino studio, mirë keq, ka pasur shumë prodhime dhe sigurisht që atë gjë ata dhe na transmetonin edhe na e vështirësonin ndonjëherë punën për të kaluar dhe në limitet tona. Dhe një gjë që më pëlqente ishte se ata na e bënin dhe me rotacion, për shembull që se unë sot isha regjia, nesër do isha skenari, pas nesër do isha montazhi, që ti preknim dhe nga pak të gjitha gjërat që kur dilnim në jetë ta dinim se çfarë ndodhte në çdo sektor. Mbasi mbarove shkollën në Tiranë apo në Istanbul? Tani Tirana e lanë, jemi në Istanbul. Po. U ktheve direkt këtu? Po, jam kthyer direkt. Jam kthyer direkt sepse që para se të mbaroja shkollën në Istanbul, gjatë procesit të shkollës kam zhvilluar edhe një proces tjetër për shfaqjen Romeo dhe Julieta me regjisor Shakir Gryzomarin, profesorin tim, të cilën e kam sjellë në Shqipëri falë mbështetjes së Ministrisë së Kulturës, sepse që kur shfaqjen ma dhanë mbështetjen, më ka bërë dhe mua të kuptoj që projekte që vinë prej nesh të rinjve, kur janë të formuara me profesionalizëm edhe të bëra me shumë shpirt, mund të vlerësohen, mund të kuptohen edhe mund të bëhen. Nuk janë të pamundura. Po aktualisht me çfarë merresh? Aktualisht kam formuar një program, një projekt e kam dorëzuar prapë tek Ministria e Kulturës, quhet Viti Kalendarik Shakespearian. Është një nisëm që merr përsipër që komplet në rang kombëtar, institucionet kulturore, mediatike, shkollore të flasin për veprën e Shakespeare, duke qenë se Shakespeare është institucion vetë dhe unë e dua shumë. Dhe doja shumë që kjo të bëjë realitet si një program që do jepte shumë vendit edhe kulturës në Shqipëri. Besoj shumë që do bëhet. Po mirë, derisa të bëhet kjo ti çfarë bën ndërkohë?
Po, pres një përgjigje, Po pret, po çfarë bën? U zgjohesh në mëngjes, ke një ditën përpara, çfarë bën? kam mendimet e mia, por jeton me mendime. Jo, nuk jetoj. Po të mban mami me babin ty në shtëpi. jo, nuk më mban mami me babin Po në çfarë, si jeton? Me mendime jeton ti? Jo, nuk jetoj me Ose na thuj dhe ne që ta zgjidhim. Ta dim. Po. Po, jo, kam ëndrat e mia, planet e mia. Po ëndrat dakord, më shumë mirë që i ke, po domethënë ti çohesh në mëngjes, hap syt dhe ndëron. Jo, patjetër, tani një aktor patjetër që mund që duhet të ndërroj. Punë, bën një punë ti. Punë fizike, punë normale jo, nuk bëj. Sepse po s'ka shumë kohë që jam kthyer nga Stambolli dhe dua Kur je që kthyer? para në një viti pak a shumë. Një vit e ca ti e ndëron dhe ke mendime. Kam bërë një gjë në fakt, por nuk e di ai përshtatet formatit. Po hajde na thuaj se ajo mendoj si përshtatet, po e bëri shumë mirë thash, shifë se tani është e qetë, e çliruar komplet, ka plas syri keq. Tani plasi. Po, ka plas përpara, Apo ka plas përpara. Ka plas kur u vish makina, po ishte dje, tani që ti u binde se ke me 2 dëshmitar. Ke mamin, ke mu tani mbaroj. Tani thuaj, zire. Një shtëpi në Shkodër që e ka bler babi para shumë vitesh e ktheva në Airbnb duke parë numrin e madh të turistëve. Me këtë jam marr, po rregull pra. Po shumë mirë. Nuk më duk interesante ndoshta. Ti që ke në rregull fare se ti ke bërë një biznes të vogël aty. Po. Edhe ndërkohë mendon për karrierën, shkruan, bën projekte, po në rregull pra. Po thuaj këto se do thonë njerëzit pse e ka ftuar ky këtë njeri, çfarë po na tregon ky, s'e do të tregoj historinë time, historia çfarë është. Po na tregon që se si çohesh mëngjesit dhe ndërron dhe s'bën as i punë, ti je në rregull. Ti je pas ke bërë një. Po. E krijuar një burim të ardhurësh. Edhe nga ana tjetër. Paralelisht merrem me këtë. Po, patjetër. Bravo, shumë mirë se më çlirova dhe mua se thash do i bëja vetëm në për emrin pushim nga puna stafit. Thash pse keni sjell të këtu? Ç'a modeli i rini është ky që çohet mëngjesit dhe ndërron? Jo, nuk është ky rasti, domethënë. Po pra. Po ti aktorisht ç'a bën? Mendoj mirë. Unë përveç se bëj projektet e mia, sepse këtë vit kam fituar dhe zhvillimin e fondit për skenar për film të gjatë, zakonisht punoj si staf në produksione të ndryshme filmike apo reklama, klipe, gjëra nga më të ndryshmet. Tani për shembull sapo isha në një film të gjatë që e mbyllëm dhe domethënë këtë gjë me Noizin. Me Noizin? Filmin po, më ka thënë Noizi që në një film po. Bukur atë? Besoj që ka dalë shumë bukur, po. Kush regjizori? Është një djalë që jeton në Gjermani. Enkelejt Luca, po, shqiptar. Po thuaj se pjesa më e madhe është e stafit kemi qenë nga Shqipëria. Po filmi është pa nxjerr shumë detaje, po filmi është me muzikë apo është film? Jo, nuk është me muzikë. Do nuk është si musical, është film. Jo. Film do. Po. Po Noizi aktor kryesor. Mirë se aktor? Është shumë mirë, po. Është papaunë, është figurë. Është vërtet shumë mirë. Mirë, shumë bukur ti pse qesh, nuk pëlqen Noizi? Jo, mezi po pres ta shikoj filmin në fakt. Po jo Noizi nuk pëlqen. S'është se kam ndonjë simpati. Pse? Është artist i mirë. Është artist shumë i mirë. Shumë i mirë. Po ti më thuash artist shumë i mirë në mënyrën e vet, po mua i lloj artist më pëlqen. Po çfarë lloj arti pëlqen? Unë e gjej të gjitha zhanret e muzikës, por se kam një këngëtar që mund ta kem të preferuar. Po thuash se ka hallse po të vjen nga mbrava ose. Mos e thuaj. Tani nga këto punët e tua, mësimet e pikturës për fëmijët, ku i jep? Unë jap në kurse private. Me individualisht apo dhe me grupe? Me grupe. Kam dhënë dhe individualisht, momentalisht jam vetëm me grupe. Ku? Në zonën e Astirit. Po ke një vend atje, ka një dhomë, një studio, Po është një studio. Unë faktikisht jam e punësuar, nuk është se kam timen. Do shë në një të ardhme, pa tjetër, unë dua shumë si punë, më jep shumë vibe të mirë, pozitivitet, fëmijët më duan dhe i dua. Vin fëmijët atje, në studio? Po, në studio. Po kur thua e punësuar, ç'do të thënë e punësuar, do të thënë e punësuar që nuk është biznesi im, unë thjesht jap nga arti im. Po ç'a bëhet tjetër aty në studio? Ajo është qendër kursesh në fakt, i ka të gjitha, kërcim, balet, anglisht, të gjitha llojet e kurseve që aktualisht sot është private. Shumë bukur. Po ka shumë fëmijë? Ka, unë momentalisht kam 10 fëmijë. Më pas grupet e tjera kanë më tepër sipas interesit. Si funksionon gjëja, domethënë ata vinë një herë në javë, dy herë në javë. 2 herë në javë.
Edhe i jep detyra dhe sjellin detyrat apo punojnë dhe aty bashkërisht? Punojnë dhe aty bashkërisht me mua, unë që mund t'i demonstroj diçka